Artan Lame është ende në jetë, por ndodhet në koma cerebrale, Fevziu bën sqarimin. Gazetari Blendi Fevziu në nisjet e emisionit të sotëm Opinion u shpreh se do të bënte një njoftim, të cilin e quajti më të vështirin në jetën e tij. Ndryshe nga sa ka qarkulluar lajmi ditën e sotme për ndarjen nga jeta e ish-kreut të kadastrës, Artan Lame, Fevziu sqaron se ky i fundit është ende në jetë por ndodhet në koma cerebrale. Fevziu shprehet se ky lajm është një kërkesë e familjes së tij, që një gjë që nuk ka ndodhur të mos bëhet fakti kryer. Ndërkohë Lame ndodhet në gjendje të vështirë shëndetësore. Kam një anoncim të shkurtër, që është padyshim një nga anoncimet më të vështirë që do të bëj ndoshta edhe në të gjithë jetën time. Një nga miqtë mi personal, një nga njerëzit jam i bindur e ka dashur Shqipërinë dhe historinë e saj më shumë se shumë të tjerë. Artan Lame ndodhet në momente shumë të rënda të jetës së tij. Sot paradite ka dalë lajmi që ai iku nga kjo jetë. Në fakt ai ndodhet në koma cerebrale. Ka hyrë në një operacion të rënd në zemër, pas një problem disa javor. Operacioni nuk ka arritur ta zgjojë më, pra ai është në koma cerebrale, por është ende në jetë. Mjekët thonë që mundësia që ai të jetojë është thuajse, pra është e vështirë, por gjithsesi ai është ende në jetë dhe unë kam një porosi nga familja e tij që ta bëj këtë anoncim për të thënë që të mos bëhet fakti kryer diçka që nuk ka ndodhur ende, u shpreh Blendi Fevziu. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.